Unë tashti do ta hap, për mu kima ka përfundu, është një gatim perfekt. Të dashur ndjekës, kemi hyrë në muajin e shenjtë të Ramazanit, të recet, po e nis tamam për ato që agjinojnë, është një recet e hershme, qoftë muj marrë dhe për ato, Zoti ja shpërbleft. Për këtë recet po përdor 600 gram qep të thatë, ose 3-4 kokra të plota, 350 gram, 400 gram mish të gri. Në fillim do merrem me kavërdisjen e qepës, qepën priteni si të doni, ajo do tretet, nuk do duket, do i hudh edhe pak kryp se të tretet, edhe pak piper të zi, se do hudhim dhe rrugës, shumë pak, jo t'i bëjmë bajate gjona, edhe do t'i hedh edhe vojin, jo voj ullini, voj gjelle, do përgjim, tash i muloj, duke i pa vazhdimisht, që ta tresi dhe pak avulli, edhe të bëhet një kim speciale. Në kohën që mund bësh këtë, bë dhe i makaron, edhe unë do bëj një makaron, po do ta tregoj për ju. E ullim nxehtësinë për arsye se qepa e ka përthitha të lëngu, 7-8 minutë që ne parë, që t'i iki dhe aroma e ronë që ka qepa, që të mos njisi shumë poshtë, po që se njiti na i qik ujë të ngrohtë, unë e kam loni brigun gjithmonë, ka vërdisje, dun ujë të nxehtë, se bëhet qepa nuk zi për qamet, po të din kontakt me ujën e ftohtë. Do t'i vu dhe i pik kryp, se e tret shumë mirë, e zbut krypa jashmase, edhe e mulon nga i qik, se gjithmonë qepa është baza e kësaj recete, po që edhe të tretet mirë, edhe të japi aromën e mirë. Tashti marrë dhe i hudh mishin, se qepa është ka vërdisë si që duhet. Kur zë pak si gres, i hudhim nga i pik ujë, ajo jep edhe ngjyrë qepës dhe e zbut. I hudhim nga i qik ujë, që të zi qepa dhe mishi, të zbutet, edhe të punohet avash. Unë do ta ul akoma më shumë, ashtu që të bëhet avash, që të mori shijen, si që duhet. E mulojmë prapë, ju thash me flak të avashët, si puna e pilafit. Ju thash duhet jetë ngjyra kafe, atyre është e bën me tamam si që duhet, po deshe kim të hershme. Tashti do t'i hudh një lugë me salcë, jo shumë ta thartoni, se aty e ka dhe lezetin, pra ne i hudhet shumë qep, anon nga e omla, nga një lugë supe e kam unë, këta nuk e kam as lugë gjelle, është më e vogël, luga supës, edhe pak piper të zi, se tash nuk punon mirë mullini, edhe pak spec pikant me fara. Kjo nuk e pranon specin mrena, e do është anon nga salca, se është më e omël salca e domateve. Ashti do ta mush me ujë i nxehtë, do ta ngrej për momentin, edhe me mojt gishtave, një lugë e vogël, çaj, me orizë. Jo më shumë, që të mpikset, kjo gjell do dhe pak long, tashi do t'i hedhim ujë, rreth një gotë, edhe e lejmë të zihet avash, qepa bashkë me mishin. Tashti e ulun, se mori val, do ta bëjmë, si me pilafin, aq minuta do e lejmë, rreth 30 minuta, gjysmore, ta përthiti gjysmën e lëngut për t'i hudh vezët. Ja dhe kima përfundoi, duhet jetë pak me long, ju thash, se do bëhet dhe kokra vezës. Unë tashi do t'i hudh aq pjestar familje sa kam, do t'i hudh edhe noj vezë tepër, se si dihet në vinë fëmijët. Kush dëshiron nuk ka vezë ose ka ekonominë e dobët, le t'i rrafi një kokër dhe t'ja hudhi sipër, po i hudh 5 kokra. Nga i qik kryp sipër, vezës, për lezet, gjithmonë e do pak, edhe pak piper të zi, thash që ky ka morë fund, po s'kam dalur me ble, se më pëlqen më shumë kur bluhet në qasht,
Tash do t'i muloj rreth 10 minuta që të mpikset e bardha. Ja dhe kima përfundoi, është bërë shumë e mirë, një gatim tradicional i shijshëm me vlera dhe agjinim të marrë, Zoti ju aprov të gjithë begatit në familjet tuaja. Na bof mirë dhe ne.